Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shikues të nderuar, vëllezër e motra, edhe sonte emisioni Nektar Shpirti, organizim dhe produksion i Muftinisë së Kumanovës Bashkisë Fesë Islame, është me ju sonte në këtë natë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Allahu Dhul Gjelal në Ramazan kërkon ibadet, kërkon përkushtim në adhurim prej besimtarit, mirë po Allahu Dhul Gjelal asnjëherë nuk kërkoi që besimtari të jetë robot, të robotizohet dhe të harroje edhe disa elemente tjera të cilat atë e bëjnë të ndjehet mirë. Dhe ne sonte kemi zgjedh një temë shumë interesante dhe besoj se do të zgjojë edhe këtë shërim tuaj të nderuar shikues, që dalim edhe pak nga ajo që është shpjegim klasik vetëm për Ramazan, do të flasim për një çështje shumë e rëndësishme, e cila është shumë aktuale e që është raporti i njerijut, i besimtarit me humorin dhe zbavitje. E për të folë për këtë temë sonte kam kënaqësinë dhe nderin që së bashku me mua dhe me jua do të jetë këtu hoxha i nderuar Azir Efendi Avdiu, imam vaiz dhe mualim në xhamin e Molla Sadikut në fshatin Slloqan. Hoxha i nderuar, është kënaqësi dhe mirë se erdhët që t'jemi sot së bashku këtu dhe t'i themi disa fjalë lidhje me temën. Mirë se gjeni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut qofshin për njerëzit më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhamedit alayhi salam, shokët e tij, familjet e tij dhe për ata besimtar të cilët përsjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Fillimisht edhe unë i bashkangjitem lutjes juaj të cilët tani më e përmendët pak më herët, lutim Zotin të pranon edhe këtë ditë agjërimi, gjitha adhurimet tona të cilët jemi duke i kri për këtë muaj të Ramazanit, inshallah përfundimi është më mirë dhe dalim faqebar. Tani ti në fillim përmende se sonte do ta sqellojmë, pas sa kemi mundësi, një temë që ka të bëjë me arti i humorit dhe zbavitjes në Islam. Besoj se edhe ne dy, po dhe teleshikuesit pra, kanë një atmosferë pozitive në familjet e tyre, në rrethin ku jetojnë dhe të fitojmë një bindje pozitive se të qenurit musliman i mirë, do të thotë edhe krahas obligimeve që i kemi, e don pra jeta ndonjëherë edhe me kalu në zbavitje, me kalu me humor, me fjalë qera, me kriju një atmosferë pozitive, edhe të krijohet ajo bindja se vërtet një musliman i mirë ka kohë edhe për të kry punë serioze, po të njëjtën kohë edhe për të kallëzuar një ngjarje, një që sjell pra një relaks në jetën e tij, krahas gjitha obligimeve që i kemi pra në jetën tonë, sepse realisht themi nderuar se jeta në shumicën e rasteve i ka dertët e veta, ka vështirësi, ka pikëllime, dhe po të na kaloj e tillë, atëherë nuk kishim mundësi me i dhënë kuptim jetës sonë. Prandaj njeriu ka nevojë për zbavitje, ka nevojë për të treguar diçka që të qeshet edhe ai ta ketë një relaks pra në jetën e tij. Hoxha i nderuar, kur jemi këtu, menjëherë të kalojmë në atë çështjen e dispozitivit të fesë. Humori dhe zbavitja është e ndaluar apo e lejuar në Islam? Qish fillim duhet ta kemi qartë se Islami e urren pra një fytyrë të vrenjtur, një fytyrë të mrol, edhe kjo nuk ka diçka të përbashkët se po e pa një njeri i cili rrin gjithmonë serios, gjithmonë i mrolur në familje, në rrugë, në vendin e punës, tani kjo nuk e ka kuptimin se feja është e tillë dhe buron nga feja këtë jetë aq ekstrem. Por një sen pra duhet ta dim se Islami e mirëpret të qenurit zbavitës relaks në jetën e tij. Saqë kur e kanë pyet dietarin e madh Yusuf el-Qaradawi, çfarë thot Islami në që ka të bëjë me të qeshurit, me zbavitjen krejt çto, ai ka thënë një përgjigje shumë interesante se është mendimi se vrazhësia, arroganca, është mbjedh ndoshta një mendim se kjo ka të bëjë vetëm me fen. Ai thot qartë kështu, e qeshura është
e të krijuarit në qenin e njeriut vetëm ne si njerëz, ndërkaq krijesa tjera, për shembull kafsha nuk mund qesh. Prandaj ashtë thonë pra një thënie filozofike se njeriu është qenie e cila qesh. Prandaj duke u nis nga ky parim, na duhet ta kuptojmë se Islami e mirëpret, po e ripërsëris e mirëpret relaksin, zbavitjen dhe nuk ka asgjë të bëjë me ata çfarë pra disa trumbetojnë se po filani gjithmonë rri serioz, gjithmonë rri me arrogancë, kjo bëron nga feja. Kjo nuk bëron nga feja, kjo mundet me bëru, kanë përmend dietarët, nga elementi i parë, për shembull, rrethi ku është rrit. Kjo shumë ndikon. Pastaj edukatën të cilën e ka marrë nga prindi, nëse arrit gjithmonë me probleme, nëse arrit gjithmonë me ignorim nga ana e prindërve për fëmijën e tij, ai ndikon pra që ai edhe në familje, edhe në rrugë, kudo që dale, me tregu një vrasësi, me tregu një vandalizëm, ndoshta edhe një takim, po them kështu, një verbal që është shumë i rrezikshëm, takim fizik, edhe me ardhur deri te përleshja. Shkurt e qartë, Islami e mirëpret pra të qenurit njeri i cili krijon atmosferë pozitive, qofsh në vendin e punës, në familje, në rrugë dhe kudo që. O të nderuar, ne shembull më të mirë se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në historinë e njerëzimit nuk kemi. Atë kemi pikë reference për cilën e dim se edhe bashkëshortja e tij kur u pyet për karakterin dhe moralin e pejgamberit, ai tha se ai ishte një Kur'an i gjallë i cili ecste në sipërfaqen e tokës. Mirë, po kemi edhe raste të tilla, për shembull, është një indicie se besimtari ka nevojë ndonjëherë për zbavitje, vetë nga mënyra se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam silleshte me nipërit e tij, Hasanin dhe Husejnin. Tu në këtë aspekt nëse ka mundësi të na thoni diçka. Sakt, shumë me vend që e përmende, këtë rast pejgamberi Allahut Muhamedi alayhis salam ka qenë njeri i shoqëruar, ka qenë bilëm sahabët e kanë definuar, ka qenë njeri i gazmor. Mirë po, në rast të vështirësie dhe pikëllimi, pejgamberi Allahut ati ka qenë. Kur është lip nevoja mu kanë në anën tjetër, po them kështu, të zbavitjes, të relaksit, ati e ki gjetë edhe pejgamberin tonë alayhis salam. Përmendet me në rast kur pejgamberi Allahut Muhamedi alayhis salam ka kalu kohën me nipërit e tij Husejnin dhe Hasanin. Edhe një nga shokët e tij kur e ka pa në shtëpinë të ditë, kanë qenë në shtëpinë të pejgamberit tonë alayhis salam, ka thonë sa vend fisnik që është ai, ku po qëndroni. Pastaj pejgamberi alayhis salam i ka thonë atij sa kalorës të mirë që janë këta dy. Dhe këtu është kuptu, ai e ka lavdëru shpinën e tij, ndërkaq pejgamberi alayhis salam i ka lavdëru nipët e tij, ka thonë sa kalorës të mirë. Dhe kjo neve na jep një kuptim shumë pozitiv se muslimani pra ka kohë edhe për zbavitje, krahas gjithë obligimeve, kur duhet për shembull të mëkon shumë serioz. Nëse kemi një rast vdekje, aty tani nuk ka atmosferë që na tregohemi diçka që njerëzit tani na ti relaksohemi po diçka tjetër. Prandaj në momentin që ti bëhesh i sinqert, tregoj sinqeritetin tënd. Mirë po edhe zbavitja, edhe relaksi dhe gjitha këto, gjithmonë duhet me pas parasysh që pejgamberi alayhis salam e ka tregu të vërtetën dhe asnjëherë pra nuk ka tregu ndonjë gënjeshtër që njerëzit me shni pra të qeshin ata. Humori si një element ndikon thellë edhe në psikologjinë e njeriut. Domethënë me të nxjerr nga ajo që është monotoni, nga ajo që është ndoshta edhe një ngarkesë psikologjike që ti e ke gjatë përditshmërisë tënde. Në këtë aspekt diçka, në aspektin psikologjik, ndikimi i humorit. E vërtet, kam kërku nga kanti psikologjik si e trajton psikologjia pra humorin. Kemi një studim që kanë bën psikologët kur thojnë se humori e përmison gjendjen emocionale. Si vepron kështu, është një veprues natyral i stresit duke ndihmu pra në zbutjen e presioneve. Njeriu ka obligime, ka derte, edhe për mos me kalu po them deri në fazën e fundit të depresionit, edhe e ban që njeriu kur
zbavitet, kur tregon një ngjarje që vërtet ai pra qetësohet, përmendin psikologët se tani më prodhohet endorfina, e këto janë hormone që ndihmojnë pra në relaksimin dhe reduktojnë stresin e njeriut. Kjo endorfina është një hormon në trurin e njeriut që tani më njeriu pra e ndjen veten mirë edhe rahat. Kemi një rast përsëri po e ndërlidhim me pejgamberin ton alayhis salam, kur ka ardhur një grua e moshuar dhe ajo ka desh ta dinë se a hin të moshuarat në xhennet. Pejgamberi Allahut i ka përgjigj, ka thonë jo, ju nuk jeni në xhennet. Të moshuarat, plakat nuk jeni në xhennet. Dhe ajo është mërzit dhe ka nisë me qajt. Kur e ka pa në atë gjendje, pejgamberi alayhis salam ja ka spjegua asaj dhe ka sjellë pra në veten e saj një gëzim të papar ajo plak, nga pikat e lotit që i kanë dalë nga ftyra, tani apo buzëqeshja dhe kënaqësia e saj shpirtërore, duke i thënë asaj se kur të futesh në xhenet, ti nuk do të jesh plak, por do të jesh e bukur. Kështu i ka thonë, kur të futesh ti në xhenet, ti tani më nuk do të jesh plak. Pra ka pas të drejtë kur i ka thonë se plakat nuk janë në xhenet. Ti nuk do të jesh plak, por do të jesh ti edhe e re edhe do të jesh e bukur. Pastaj humori rrit edhe lidhjen sociale. Njeriu kur kalon një kohë gjatë në aktivitetet, në obligimet që i ka, ndoshta vjen deri te ngurtësia e tij në krahasim dhe në takim me njerëzit me palën tjetër kur rri. Dhe pastaj kjo ana sociale ndikon që ai tjetë më i afërt, i thën ato boshllëqet, i thën ato barrierat mesin e njerëzve, sepse kur na dy rrinja një kohë gjatë dhe tregojmë njëri tjetrit ndonjë ngjarje e cila është e vërtetë, dhe kjo ngjarje e vërtetë bën që edhe hajgarën ne e bëjna për hir të Zotit, edhe kjo hajgare bën që ne të afrohemi edhe më tepër. Prandaj ndryshon mënyra se si qasesh njeriu për ndërtuar një raport mirëfill. Sigurisht. Kur ti je në një mënyrë komunikimi të vrazhd, sesa në një mënyrë komunikimi si me buzëqeshje, me shaka, edhe ajo vllazëria ndërmjet njerëzve mund të rritet. Se kjo ishte edhe pyetja jonë e radhës, pra ndikimi në formimin e një uniteti social të njerëzve dhe ngritjen e dashamirësisë ndaj njërit tjetrit. E përmison komunikimin mesin e njerëzve, përmison raportet sociale, e zvoglon ndjenjen e izolimit dhe vetëmisë, sepse po të rri vetëm serioz gjithmonë në jetë, pastaj vjen deri te ana e izolimit se unë nuk po e gjej njeriun përkatës edhe përshtatës për mua, sepse ai po e kalon ndonjëherë kohën me hajgare. Edhe rritet e ndjenja e izolimit, ndërkaq kur ne në familje, me fëmin, me grun, me mikun, me këtë këta, kras ati muhabeti që bëhet kështu po shprehem, kur ne kalojmë ndonjëherë me ndonjë hajgare, tani tregojnë se tani neja jon ka hapësirë edhe për mu afru njërin me tjetrën. Thehet ajo monotonia gjithmonë pra serioz. O nderuar, kur jemi këtu se ka edhe qëndrime shumë ekstreme, dhe spjegime të cilat në asnjë formë dhe mënyrë nuk e lejojnë besimtarin që tjetë paksi më i lëshuar në atë aspektin e ndjesive të tij, duke dhënë edhe një mendim tejet ekstrem dhe të papranueshëm për rrethana tona se humori është një gjë e ndaluar dhe nuk ju përket besimtarëve musliman. Ka një qëndrim tillë edhe në shoqërinë tonë, po them kështu qëndrimet e ekstremistëve bile kanë shkuar aq i larg se njëri i cili bën hajgare e ka dhe përfundimin e keq prej kësaj bote. Dhe kështu që kur shohim në mesin ton kur tani ai boti përpik në fen e tij dhe ka një seriozitet të tepruar. Tani më nuk është ai që ka qenë për shembull me gruan e vet, me familjen, me fëmijët e vet, me mikun, me fëmijën apo diçka tjetër, pse thot tani unë jam pendu, edhe jeta ime më gjithmonë pra duhet me nejt pra serioz. Kjo nuk ka të bëjë me Islamin. Ky qëndrim i ekstremistëve
kanë ndiku që të tjerët mendojnë se një musliman I cili sillet kështu, kjo buron nga feja. Kjo janë pra gabim I akceptimit të kësaj ane. Na duhet ta kuptojmë qartë edhe mirë se njeriu pra nuk ka mundësi gjithmonë me nejtë gjithmonë pra serioz. Prandaj qëndrimi I ekstremistëve në shoqërinë tonë nuk buron nga Islami, buron nga interpretimi që e ka marrë nga tjetri, buron pak më herët përmend elementi familjar që është rrit për shembull me probleme familjare dhe tani ai mendon se tërë jeta edhe të tjerëve janë pra gjithmonë kështu serioz me prishjet raporteve familjare, me kushin, me qetrin, dhe thot ki unë jam një musliman I mirë po se kur harron se Islami e urrem pra njeriun I cili ka një ftyrë pra të vërejtur. Edhe është indiferent, edhe është inferior ndaj të tjerëve, nuk bashkëpunon me të tjerët, nuk përshëndetet se këto elemente të izolimit pastaj çojnë në një vetësim të njeriut, nga I cili pastaj dalin edhe veti krejt tjera, sepse kontrreaksionet sigurisht se janë shumë më dëmshme pastaj edhe për rrethin edhe shoqërinë, se thjesht thënë shkurtër shqip me zhargonin ton popullor, ja zën udhën kush I del përpara. O që nderuar edhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, po edhe vet Muhammed Mustafaja alayhi salatu vesselam ka dhënë hapësirë për besimtarin që të gjejë një moment, një dozë relaksi. Tregohet për shembull, edhe ju e dini më mirë sigurisht se do ta përmendni, se kur disa jo besimtar prej një vendi kishin ardhur në xhaminë e pejgamberit dhe I kishte marrë edhe Aishën radiallahu anha, një shfaqje cirku për me ndjek. Dhe këto do me thonë janë elemente të cilat çojnë nga ajo që nuk është muslimoni një robot I cili e lidh jetën e vet vetëm me namazin, fen, edhe gjëra të tjera të cilat e largojnë dhe e distancojnë prej asaj që është edhe përditshmëri, për atë që është edhe natyrë njeriu sikur që ka nevojë të qeshë në momentet e hidhrimit, të qaje në momentet e hidhrimit, ka nevojë edhe të gëzohet edhe të dëfrehet në momentet caktuara në një bisedë me një mik, me një shaka të ëmbël dhe të këndshme. Ashtu siç ka pasur edhe sahabi të pejgamberit alayhi salatu vesselam, për cilin sigurisht se ju do keni zgjedhur ndonjë që do të na zbërtheni këto dhe do të na zbardhni, do të na shpjegoni. E vërtet, shokët e pejgamberit alayhi salam kanë qenë njerëz shoqërueshëm vetëm me pejgamberin ton, edhe në familjet e tyre, në rrugë, në treg, kudo që kanë shku, kanë tregu se këta janë besimtarë të cilët e vlerësojnë dhe japin kuptim pra jetës së tyre. Kur e kanë vetë Ibn Sirinin, si kanë qenë shokët e pejgamberit, ai ashpërgjit ka thonë kanë qenë si gjithë njerëzit e tjerë. Shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë si gjithë shokët e tjerë. Mirë po, një sen duhet të përmendni këtu para juve nderuar se jeta e tyre nuk ka qenë gjithmonë vetëm hajgare. Duhet të përmendi një shok të pejgamberit alayhis salam ka pas emrin Nuaiman Amr el-Ansariu. Ky ka qenë njeri me bagazh, ka pas bagazhin e luftës. Në luftë me pejgamberin tonë në luftën e Bedrit, në luftën e Hendekut. Ka qenë njeri I cili ka dhënë besën pejgamberit tonë alayhis salam. Mirë po, edhe ka qenë njeri shumë gazmor. Përmendet me një rast kur ky sahabi pejgamberit alayhis salam kanë ardhur tregtarët në Medinë dhe ata kanë pru gjana ushqimore. Dhe çfarë ka bëki? Ka shku e ka marrë atë artikullin ushqimor dhe ja ka pru pejgamberit tonë alayhis salam. Dhe I Zoti e ka kërku tani mi marrë të hollat për në kundërvlerë të atij malli, edhe e ka marrë ki Nuaimani, ka pru të pejgamberit sallam, ka thonë paguja, ka thonë o Nuaiman, thot të ma prunë mua dhurat, për Zotin thot unë kisha qef ti të hajsh I pari atë ushqim, mirë po nuk kisha pare, edhe tash I po të apo dhurat, mirë po tani ti paguja këta. Edhe përmendet një histori se kur kanë nejtë zbashku me pejgamberin tonë alayhis salam, sahabët e kanë përmendur rastën e këtij Nuaimanit. Kjo jep një shembull shumë pozitiv, se krahas gjithë atij bagazhi që e ka pas, njeri familjar, e I luftës, e I besës, e gjithë ato, mirë po ka gjetë kohë edhe me bën një hajgare. Mirë po hajgarja, siç e përmendë, ka qenë gjithmonë brenda kornizave që është e lejuar, jo me bën për shembull hajgare duke nënçmuar ata,
duke përmend gjanat pozitive dhe pastaj do ta ndjen ai veten keq. Kjo është edhe ajo ana tjetër, sepse sot edhe abuzohet me çdo gjë. Abuzohet edhe me artin, abuzohet edhe me të bukurën, abuzohet edhe me pikturën, abuzohet me gjithçka, duke i dhënë elementin të degenerimit dhe degradimit e shturjes morale të njerëzve. Për arsye se sot humor nën kuptohet kur kush shan, më fal shprehje shikuesit, kush shan më fllëqt, kush bullizon tjetrin, kush e ul dhe e poshtron, dominimin në atë retorikën e komunikimit, të e përbuz, të e përshmu bashkëbisedusin. Normal se du të sqarojmë shikuesve se këto gjëra Islami nuk i pranon, nuk i lejon, por bëhet fjalë për një humor krejt gazmor, për një humor i cili e relakson njeriu, e jo që e fyn tjetrin, edhe ata të tjerët pastaj tallen, se kjo më nuk ka lidhje me humorin, po ka lidhje me tallen edhe përbuzjen e qenies njerëzore. Ose ruana Zot edhe më keq, kur në emër të humorit tallen me tipare të njeriut, ose me ndonjë mangësi, ose me ndonjë tmejet që mund ta ketë njeriu, Sigurisht. ose si pasojë e përditshmërisë, ose si pasojë krijimit vetë mënyrës se si ka dashur Allahu ta falat. Këtë që e përmenda është shumë e rëndësi, edhe japim një mesazh gjithë teleshikuesve, edhe vetes unë që po i flas këto fjalë, edhe ti që po i ndëgjon nderuar, se Islami ka kushtuar rëndësi të madhe që humori, shakaja tjetë brenda kornizave pa e nënshmu për atë tjetrin. Sepse gjithë jemi njerëz dhe kemi të meta fizike, po them kështu në pamjen tonë, ndoshta gjithë nuk jemi të aftë në shprehje, nuk jemi të aftë në gjana tjera, prandaj ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka përmend duke thonë se mirë për atë person i cili gënjen me qëllim që të tjerët t'i bëjnë për atë qeshin, mirë për atë e ka përmend 3 herë radhazi. Kjo nuk lejohet, pra filani po tregon për filanin, edhe tani ai tregon nga njështra, edhe në nëshmime, edhe kështu me radhë. Apo rasti me që përmende se me të meta që mundet më kanë, nëherë gruaja e pejgamberit alayhis salam ka desh t'ja përmende një ortakës së saj një tmet që e ka pas. Ajo ka qenë shkurtër, edhe pejgamberi alayhis salam i ka thonë, oj Ajshe, e ki thonë një fjalë të cilën po ta gjunim në det, do ta turbullon të detin. Edhe tani ajo e ka kuptuar se këta që e ka folë pra nuk kanë rregull. Tani na duhet ta kuptojmë edhe një send që është shumë e rëndësi, që besoj se është paraqit si dukuri negative bullizmin në shoqërinë tonë. Kam gjetë disa dhëna që jep UNESCO, që është organizatë e cila vepron në Kombët e Bashkuara, dhe tregon se sa në shoqërinë njerëzore pra kemi me bullizmin që është paraqit pra me të madhe. Dhe aty jep një statistikë, thot kështu, 1,5 miliard fëmijë në shkollë janë ekspozu pra bullizmit në për shkolla. Nga kolegët, nga bashkëmoshatarët, 1,5 nga numri, nga 1 miliard në zonës në botë të cilën janë. Dhe tani UNESCO del me një statistikë shumë interesante, thot, në për shkollat e mesme, bullizmi adikon 53%. Në shkolla fillore 31% dhe me një numër pak më të vogël, se kemi të bëjmë me më të rritur, më të pjekur në universitetet, në kolegje, diku në 4,37%. Dhe tani e kupton se çfarë kemi një dukuri negative, që nuk është vetëm dukuri negative nëse unë ti për shembull ta vjedhi një send, edhe kjo po sigurisht është dukuri negative e cila duhet të luftohet dhe të përmirësohemi. Po kjo tani që kemi, mendoj se edhe në shoqërinë tonë, edhe në për shkollat e tona, edhe në vendin natë që ku jetojmë, kemi pra një bullizëm që paraqit në për shkolla. Hoxha nderuar, çdo men se ne kemi patjetër që të bëjmë disa diferencime dhe disa dallime në mënyrë që të mos keq kuptohemi. Ironi është diçka tjetër dhe nuk ka asgjë të bëjë me humorin. Për arsye se ironia përmend disa gjëra në atë konotacionin e përçmimit dhe në vlerësimit të njeriu. Edhe pse ndoshta në këto momente ne mujmë me lavdru njëri tjetrin, më po e lavdojmë numërinë ironike, kuptimi i pasëm i fjalëve të cilat ne mund t'i thojmë e kanë atë konotacionin negativ. Gjëja tjetër është ajo gjëja e përçmimit ose e
keqpërdorimit ose si themi shantazhimit të njeriut në emër të humorit për në një gabim të cilën ne ja dim dikujt, sepse këto sot në shoqërinë tonë në mënyrë në mos të madhe edhe keqpërdoren. Nëse unë e di se e ka një vest keq një person, edhe unë sa herë kur e takoj e përqeshje, e përbuzi në emër të humorit duke alu duhet ajo e keqja që atë ta baj të ndihet në faj, të ndihet inferior edhe ta dominoj. Janë krejt këto elemente të cilat ndikojnë edhe në psikikën edhe në mirëqenien mendore të njeriut. Sikur në atë aspektin pozitiv që e përmendet, po e kanë edhe atë aspektin negativ, i cili zdomen se pastaj shkakton edhe frustrime të ai tjetri, edhe mund të çoje pastaj që në vend t'i bëjmë mirë ne i bëjmë dëm. Shikuesi duhet këtë ta ketë parasysh se gjithçka në Islam e ka dozën e kufirit, sikur haja edhe pija, për cilën edhe vetë Allahu në Kur'an thot hani e pini, për mos e teproni. Në gjithçka, do të thonë ne muslimanit duhet të jetë i baraspeshuar në mënyrë që mos i tejkaloj ato kufit të cilat i ka përcaktuar Allahu Dhul Gjelal. Dhe jemi krejt në fund të emisionit për ta përmbyllur këtë temë dhe për dhënë ndonjë mesazh për shikuesit, është rasti dhe momenti juaj i nderuar që t'ja japim një farë kulmi, një farë përmbyllje, një farë nxjerrim disa konkluzione nga krejt kjo që u tha. Ose nëse kam harru unë diçka ju keni pas shumë të rëndësishme dhe me ndini me vlerë për ta thënë, është rasti dhe mundësia. Vetëm edhe pak kisha më shtu për ta spjegu bullizmin, për shembull bullizmin social që ka të bëjmë edhe me anën ekonomike. Po. Apo bullizmin në familja, mund të ekziston, pra mund të ekziston. Po. Si mund të ekzistu për shembull kur prindi e injoron fëmijën e tij. Edhe për një gabim të vogël ai e çorton ata, e nënçmon, e largon nga dhoma, ndoshta edhe përdor edhe goditje fizike, dhunën përdor dhe tani ai mo e ndjen veten shumë i shtipur edhe sikur nuk ka peshë në familje. Apo rasti tjetër bullizmi social në përshkolla, pse po paraqitet kjo? Dhe tani na duhet ta kuptojmë gjithë ne njerëzit, familjet e tona, që besoj se edhe kjo hin në atë mesazhin që po du me përfundu se jo të gjithë i kanë kushtet e mira ekonomike. Dhe ne duhet t'i tregojmë fëmijës tonë se nëse ti për shembull dhe ke një telefon të mirë, ke një veshje të mirë, tani kjo nuk e ka kuptimin ta ndjesh veten më i ngritur në krahasim për një fëmijë tjetër i cili nuk i ka kushtet e mira ekonomike, sepse deshtëm apo s'deshtëm ai do ta ndjej veten jo mirë kur e sheh për shembull njëri i cili vishet mirë dhe ka pamje të mirë në krahasim për tjetrin i cili nuk i ka kushtet e mira ekonomike. Na duhet m'ia bë fëmijës tonë me dije se ne kur shkojmë në shkollë për fëmia jon, ai mbi gjitha duhet jetë i përgatitur me mësimin e tij, i edukum, i sjellshëm me mësuesin, me pas raporte të mirë me shokët edhe me shoqet, që janë në një. Pastaj këto vinë pra 2-3 që janë për shembull dorës ditë apo dorës tretë. Si përfund, kishim e përmend se ne jemi njerëz të cilët na ka kriju Zoti. Jemi besimtar, po duhet të tregojmë pra sjellje solide. Duhet të tregojmë pra morale të larta në shoqërinë tonë, duke filluar me vetveten, me vlerësu vetveten. Vërtet ti je njeri, edhe unë jam njeri. Duhet ta vlerësojmë veten. Zoti na ka dhënë neve me mendje, na ka dhënë me këtë besim që e kemi dhe duhet jemi shembull në familje, në rrugë, në punë, kudo që jemi. Tjerët me na pa me sirin pozitiv. Kja është filani, ka këtë përgatitje shkollore, mirë po është i edukum dhe ka sjellje të mira. E dyta, një mesazh që besoj se jeta gjithmonë nuk kalon serioz. Dhe na kemi nevojë për ndonjëherë të bëjmë hajgare, të krijojmë një atmosferë pozitive, ambienti jonë të jetë shumë paqëdashës, i mirë, të afrohemi mes veti. Ti thejmë ato barierat që mund me ekzistu pra komunikimi jonë të jetë shumë i afërt, vllazëror dhe kur kemi nevojë pra dikujt me ndihmu në aspektin material, kemi të parët, po dhe ana morale me ndihmu tjetrin moralisht, edhe kjo është pra nga Islami dhe krejt le ta kuptojmë se Islami është sistem jete. Në kuadër të kësaj sistem jetes që e përmendim dhe shumë qera pika pozitive që duhet t'i përmendim, është pra edhe arti i humorit dhe zbavitjes. Prandaj Islami e mirëpret pra zbavitjen, humorin, shoqërinë tonë dhe le t'japim një mesazh se
edhe na kur dalim në rrugë të tregojmë se kemi vetit mira pozitive, edhe krahas gjitha obligimeve, derdheve që i kemi, në takimin tonë me kolegën e punës, në takimin tonë me kojshin, pra, ati ti tregojmë se vërtet, pra, me gjithë angazhimin që kemi, unë ndaj kohë edhe me ti. Me pi një kafe, me kalu mirë, me bo një mohabet, me pas mirë kuptim, dhe në fundit, pra, me lanë gjurmë të mira në jetën tonë për ti. Zotin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot buzëqeshja e një vllau ndaj një vllau tjetër musliman është sadaka. E ne shpresojmë që kështu si besimtarë të ndërtojmë raportet e tona, kemi një qasje pozitive ndaj tjetrit, pa paragjykime, me qëllim që të forcojmë harmoninë edhe vllazërinë ndërmjet neve, sidomos në këtë muaj të Ramazanit. Pse jo rastësisht krejt në fund po e themi, po ja rastësisht jemi përcaktuar që të flasim për këtë temë. Pse? Sepse njerëzit nga veset e këqija, dikush që i ka edhe frigohen prej dikujt në Ramazan. Thonë në Ramazan mos i dil përpara se ze Ramazan edhe të merr në qafë. Dhe mu kjo është arsyeja se edhe në Ramazan duhet të jemi pak më të relaksuar, duhet të jemi pak më pozitiv në qasjet me të tjerët, se fundja askush me zor dhe me dhunë nuk na ka detyruar ta gjërojmë, po e kemi pranuar me një bindje të tillë, me qëllim të qartë, duke i ditë përfitimet e Ramazanit, e shpresojmë që edhe kjo bisedë të cilën ne e bëm bashkë, inshallah Allahu e shkruan ibadet, ishte kënaqësi, unë ju falenderoj për kohën që ndat dhe për mënyrën kaq të bukur, kaq shkurt, të precizë dhe të kapshme të elaborimit të kësaj teme. Zoti ju nderoft dhe ju shpërbleft dhe shpresojmë që do të kemi raste tjera që të ulemi dhe të bashkëbisedojmë kështu sikur sot për nderuar. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Faleminderit për ju. Kurse juve, shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, duke pasur një mesazh dhe një porosi deri tek ju, që fjalët e hoxhës së nderuar ti kuptojmë mirëfile ashtu siç ai sqaroi dhe elaboroi se në këtë jetë jemi të krijuar që të shijojmë begatitë dhe mirësitë e Allahut, edhe kemi qasje pozitive ndaj njëri tjetrit, duke mos i harruar asnjëherë kufijt edhe qëllimin, sepse jemi në këtë botë. Ne ju përshëndesim, lutim Allahun dhul xhelal që këtë ditë agjerimit të cilin sot e keni bërë, ta ketë pranuar ditët e tjera, të cilat do të vijojnë me lehtësinë më të madhe, edhe ato të i kalojmë. Ne do të paraqitemi në netët e radhës me emisionin Nektar Shpirti, që Muftinia e Bashkisë Fesë Islame Kumanove se organizon për ju, për hir të muajit të Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.